ku komuna 5 është një shndruar një shtëpi private. Kemi planifikuar që të kemi një unazë qytetit. Pas 12 vitesh po kthehena me kandidaturë për kryetar të 5, pas një situate jashtëzakonisht kaotike në komunën e 5, ku asnjë projekt i madh zhvillimor në komunën e 5 nuk është zhvilluar për këto 12 vite dhe kemi një situatë jashtëzakonisht vështirë në çdo sektor të komunës së 5, ku komuna 5 është një shndruar një shtëpi private të menaxhimit të kësaj komune, ku shëndetësia është plotësisht e politizuar, ku arsimi është i politizuar, ku e kemi një qytet totalisht papastër, kështu që po kthehemi një ekip profesional dhe me një program jashtëzakonisht të detajuar, bazuar gjithmonë në buxhet për investimet mirëfillte në komunën e 5. Janë disa projekte të rëndësishme që duhet zhvillohen në komunën e 5. Komuna e 5 aktualisht është me një mobilitet jashtëzakonisht të dobët të qarkullimit dhe kalimi prej një skojnë tjetër qytetit nevojiten orë të tëra. Kështu që kemi planifikuar që të kemi një unazë qytetit, e cila do të jetë unazë sikurse edhe shumë qytete tjera të Kosovës, por në 5 që nuk është zhvilluar për këto vite. Kjo unazë do të fillon nga stadioni i qytetit, do të shkoj nalt ka Peshnica dhe do të përfundoj te Spitali i Pejës. Gjithashtu do të rregullohet tranziti i qytetit te Pejës me shëtitore, me staza për biciklista dhe mandej do të rregullohet edhe pjesa tjetër unazës që fillon nga fabrika e tullave dhe do të kaloj mbi gjimnaz dhe do të kaloj gjithashtu te Spitali Rajonal i Pejës. Kjo besoj që mobilitetin e komunës 5 do ta rregullojnë në një masë të konsiderueshëm. Gjithashtu komuna 5 ka problem të madh me parkingje dhe me planin ton zhvillimor që kemi, do të zhvillojmë një projekt i cili do të jetë një parking i madh nën toksor, i cili do të filloj nga sheshi Haxhizeka dhe do të përfundoj te sheshi Shkëzën Haradinaj. Kemi edhe shumë projekte tjera të cilët